Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin ala rasulina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut që na ka bërë pjesëtar të shahadetit islamit. Në ka bo ummeti Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, në ka dhënë jetë në këtë muaj të Ramazanit të madhrojmë Allahun, se ai meriton të falendrohet, Allahu meriton të madhrohet. Allahun e falendrojmë që në ka dhënë shnet dhe vullnet që në këtë Ramazan të agjerojmë këtë muaj të begat dhe të përmendim madhninë e tij, se ai meriton të përmendet. Salat dhe selam e i qojmë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes tij, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm këtë xhami, e lutem Allahun e Madh që Allahu të na begaton me mirësitë e tija në këtë dynjë dhe në ahiret. Allahu të na fal në këtë botë, na udhëzon, na forcon në udhëzimin e tij dhe të na mëshiron ditën kur do të ringjallemi para madhnisë tij. Titulli i ligjëratës, nasihatit shkurt në këto minuta, do t'jetë njeriu realisht bën dy lloje të ibadeteve. Ibadetet çka duken dhe ibadetet çka nuk duken, çka nuk shihen. Edhe kështu ka pas një histori njerëz që kanë bërë ibadete në mesin e shoqërisë, po njerëzit nuk ja kanë pa ibadetin atij që e ka bërë. I thojnë ibadetet të sirr, ibadet të sirr, ibadetet të mshefta. Edhe sot ku du me bën një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me tregu një ndodhi të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj mi vnun pesh, cilët janë ibadetet më të mira. Ato shka i shohmi tek njerëzit, ai pa ibadeti i msheft çka e bën ti me Allahun e Madh. Zakonisht dëshirat e njerëzve kur ta bën një të mirë, ka qef mi thon dikush falenderit. Ka dikush qef mu kon mirënjohës ndaj tij. Edhe ndjenja njeriu është kur ta bën ndonjë punë, ka qef të mburret me atë punë para njerëzve. Ama pesha, o vlla, po marrë të falje ti për Zotin, marrë Kur'an, marrë këta, marrë sadaka. Kina qef ka pak me përzin jetin. Prandaj hadithi i parë në Muslim është hadithi innamal a'malu binniyat. Njeriu vlerësohet sipas niyetit. Edhe këtë ibadetet, kajmaki, esenca e çdo ibadetit, e para është më kanë e sinqert për Allahun, niyeti veç për Zot më kanë. E dyta më kanë në përputhshmëri në shariatin e Zotit edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumica e njerëzve kanë qef me pas fokusin edhe të Zoti edhe të njerëzit. Kjo është natyrshmëri. Prandaj lufta e njeriut është që ibadetin që e bën, mi ja bën veç për Allahun. Ka ibadete që dush mi falë me xhamasën, falmi në shtëpi, duhet me dalë në xhami. Ama ka ibadet që falës në shtëpi, namazin e natës, ama namazin e duhas, ama namazin nafile qera e ashtu me radhë, këtë punë, shumë punë tjera nafile që janë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon një hadith për më na tregu neve fokusin e ibadetit, qëllimin e ibadetit. Ka një njeri zëngin në kuptim të hadithit. Njeri me autoritet. Njeri që ka njofshin shumë populli. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve, tha, çka menoni për këtë njeri? Zakonisht e na tregtarët e mëdha i njohin, pushtetarët e mëdha i njohin, njerëz që i kanë famë i njohmi. Këtë shkupi, rreti, baxhane, ashtu me radhë. Pse? E kanë ngrit mallit i kanë. E kanë ngrit postit i kanë. E kanë ngrit fuqia i kanë. E kanë ngrit zullumit i kanë. Ama e njohmi. Është ngrit me diçka në synin e kujnat njerëzve. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pyeti sahabët, çka mendoni për këtë njeri? Tha, nëse ky njeri kërkon martesën e dikujt,
A japin qikën, tha mini herë po. Tha, nëse ky njeri ndërmjetëson dykun, për shembull me sos punë në komunë, me sos në institucion, në njëri fuqishëm, mini herë si të thirr telefon i sosin puna atij. E i tha pejgamberi sa, nëse ky njeri ndërmjetëson diçka, ai soset puna, tha mini herë. Nëse ky njeri fol, a ka dikush që nuk e ngon, kejt e ngojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas i heshti, i këshyri kitë sahabët një përgjigje edhe. Mas janë në disa qasteve erë një fukara dhe po ka përcen. Tu ka përcyja i njeri, fukara. I thanë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, e çka mendoni për këtë njeri? Kitë sahabët thanë, çka mendoni për këtë njeri? Nëse kërkon që ky njeri më martua, jep dikush qik, tha kërkush. Nëse kërkon dikush ndonjë mendim pikë këtija, e merr dikush mendimin, fjalën e këtij jo. Nëse dikush kërkon ndërmjetësimin, shefat me ba, ai shkon llafi dikun, hiç kërkon, në asnjë adresë shkon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi e tha këta, ndëgjoni me vëmendje, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadha khairun min mil'il ardi mithle hadha. Që ky njeri për dytin është e vërtetë se ky është më i mirë se sa toka dhe njerëzit se mu kanë full me të mira që ai bën. Do të thotë që ky njeri, imani i këtij është çat shumë i rënd, mirësitë e tina janë çat shumë të rënda në kandarin e Allahut sa është toka. Nuk tha për të parin, tha për dytin. Hikmeti i hadithit çka është? Unë kur hina në fillim derë, si çka tashin ato fol për ibadetet e mshefta. Ky njeri i pari ka bëna i sen mirë, po këtë e njohin. Ama i ka bë për njerëz. Edhe është i bukur në synin e njerëzve, në zanin e njerëzve, në veshin e njerëzve, por nuk është në zemrat e njerëzve. Që ky dyti, ashtu thonë pejgamberi, jo njerëzit. Pejgamberi alayhis salam tha kjo është më i mirë se i pari. Disa komentatorë kanë thënë, çka e bani këtë dytin më të mirë se të parin? E bani se që ky fukaraja ka bënë ai punë që e ka dridh dynjan. Që i ka thue, që i ka zgju me laçet e Zotit dhe kanë bë dua për ta. E ka ngrit pesha e imanit që ai e ka bënë një punë për Allah. E ka bë veç për Allah, që i ka gëzu dikan, e ka ndihmu dikan. Prandaj tha kjo është më i mirë se sa i pari. Dhe fokusi i këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që njeriu sidomos në Ramazan duhet me bën se kena mundësi me bë ibadete të fshehta veç ti dhe Zoti. A kena ibadet ti të shtëpia që e bën që nuk e di gruaja? A ke bën ai të mirë që ti e ke bën nuk e din vllaznia? A të ka shku me një ti vllash, ka i të mgu mu sot që tu? A i ke bën ai ibadet që ka nuk e din kërkush, veç ti dhe Allah, a të ka shku me një nëherë? Me bën ai gzim, me gëzu dikan, me nderu dikan, me bën ai lloj të ibadetit, ai lloj të lutjes që veç ti dhe Allah e din, kërkush nuk e din. A je vetëm në herë me Zotin dhe mi thonë, o Zot, këtë dhim çka e kam, këtë telashe çka e kam, o Allah, ose musliman që e kanë, largoja. Ama dhe më të rredh loti për musliman në Gaza. Ama dhe më të rredh loti për musliman në Filipinë. Ama dhe më të rredh Zoti, më të rredh loti për fukaran. Atë ka rredh në herë loti për fukaran. Atë ka shku menja në herë për na i kanë sot, për momentin, që i ka frymë të funit, frymë të funit i ka, me oksigjen, se nginjet, e ka minutën e funit, mi thonë, o Allah, banja vë rësk shahadetin atë. Mo hitë se njefti, kërkan. Me bo dua për dikan, hitë shka nuk e një, jo shka e një. Përndaj, nuk ka ibadet më dashër të Allahu se një ibadet që është veç me sty dhe Allah, qëfar do kofti ibadetin? Edhe na mas 1400 vjetëve pas ja dina emnin, po që kjo është një njeri, fukara, ka hecë pranë sahabëve, kërkush s'ka thonë ndaj fjalë të madhe për ta. Ama e ka thonë njeri më i mirë i njerëzimit, ka thonë pejgamberi sa kjo është njeri më i mirë.
se sa toka që është e rënë. Sepse se ky ka bën ndonjë punë të mirë që e ka bën. Hadithin e dytë transmeton Ebu Huraira, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa njerëz me flokë të prishta, ata njerëz që nuk janë të kreat, njerëz që nuk janë shumë të bukur në pamjen e jashtme të jeshëm shumë, thotë që i ka zënë plohni edhe thotë refuzohen nga dyrt e njerëzve. Kur ti lyp në i shërbim, në njeri shkrejt, në i gjor, në i miskin, çka i thotë a ledh në thënë qafën. Zban mi thonë ashtu. Zban me injoru njeriun. Zban me nënçmu njeriun. Në synin tanë, ai si ka krete flokta. Flokë të kreta, ama i ka punë të rënitna me Zotin ma mirë se ti. Ti dukush ma i bukur në pamjen e jashme, ama ti i prisht në zemër je. Ti i prisht në men je. Ti ki shumë mal, ama ti s'ki mal për të Zotit, ti ki mal për dynja, nuk ki mal për ahiret. Prandaj njerëzit, disa njerëz janë xhehenem li, në synin e njerëzve, realisht ato janë xhenet li, dhe kundërta. Disa dukën se këta janë evlia, nuk shkelin kur gjan heq. Ata janë ndoshta në pikë xhehenemit, naudhu billah. Prandaj Resulullah alayhis salam e përmend edhe këtë shembullin e dytë që transmeton Abu Huraira, refuzohen nga njerëzit, po që se ai betohet Allahut, nëse betohet ai në Allah, Allahu ja realizon betimin atij. Nëse e mallkon dikush, ndonjë fukara dikan, ai është njëri devotshëm dhe i ka bë dikush zullum dhe e mallkon, Allah nuk ja kthen betimin. Pse? Se i ka bë padrejtësi, edhe neve Allahu nuk na ka kriju me bë padrejtësi, po na ka kriju me madhru Allahun dhe me bë ibadete. Prandaj këto dy ngjarjet po na tregon rezultatin dhe vlerën e ibadetit që njeriu duhet të mëkon i veçantë me bë ibadet më sheftas. Me bë ndonjë ibadet më sheftas. Jo me tubles sarair. Allahu thënë në Kur'anin familjar. Në atë ditë s'ka diçka të më sheft. Hiq, ku gjë nuk më shefet. Për shembull në dynjat sa jemi të kujdesshëm na, në katarant kamera dhe e këshyr, vjedh sikur ti me vjedh dikun e këshyr kamera, e ka përgju dikush, e ka përcjell dikush. Rabbul Aleminit në ditën e Kiametit, ndesh me njerëz, ndesh pa njerëz, nuk ka mundësi mi hik dikush pi kontrollit Allahut. Prandaj jo me tuble sarair, në atë ditë kanë me dalë çdo detaj i ibadetit tanë. I e kanë vetë në qash, në ersir, ke bo dua, ke bo ibadet, ka më dalë ibadeti para madhnisë Allahut, edhe ka thonë Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, për ibadeteve, më të dashurat e Zotit janë ibadetet e mshefta, jo të qelta. Kemi përmend disa shembulla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Thot Allahu në Kur'an, Allahu neve na ka urdhëruar me madhnu Zotin mukhlis. Çka do të thonë mukhlis? I sinqert veç për Allahun. S'mund është ham për insanin, ham për Allahin, me dy njeta. S'ka ibadet me dy njeta. Unë po kënoj Kur'an, po kam qef me kënaqë Allahin ama dhe juve më kënaqë. Me dredhu pak zanin, pak më shumë. E ku bën një 3 ajete, kam i knu 5, t'ja baj qefin filan haxhijes. Nuk lejohet fetarisht. Valla me ku bën jetë, mi knu 3 ajete, kam e knu një faqe. Pse? Kur dalë të dera, dikush kam i shtinjë edhe të erë në gjë. Zban. E prish njetin, Kurani nuk lexohet për insanin, për Allahin, po, na ja mushmi zemrën me iman njerëzve, edhe me nasihat, edhe me Kuran. Po është qëllimi me kënaqë Allahin, se unë s'muj më të kënaqë ty, derisa nuk e kënaqë Allahun tëm. Prandaj, sinceriteti me bën veprën, çfarë do koft, për Allah dhe fshehurazi, është ibadeti më i veçantë dhe më i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Çka thot Allahu në Kur'an? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Lutna Allahun edhe fshehurazi edhe haptazi. Çka kanë thënë komentatorët e Taberi, Imam Taberiu është një prej komentatorëve të njohur të Kuranit, tadarruan është i përulur me nevojë të madhe, çosh në gjysmë natës e lut Zotin. E ka mundësinë mi dhon dikujt 100 dinar, si aja karshin njerëzve, më po këtë dynjaja. Këshire mazdar këtë çaja dikujt. O vllazni, Aliu radiallahu anhu e transmeton Omer ibn Thabit, kur ka vdek Hazreti Alia, e kanë marrë trupin e tij dhe në shtëpinë e kanë pa një shenjë. Kur e pa shenjën në shtëpinë, sa shka është puna, kush e ka dëmtu shpinën Hazreti Alijes radiallahu?
A ka njërë që nuk e nja Hazreti Alijen prej muslimanëve? S'ka. Ai burr e ka bën një ibadet që nuk e kanë ditë hiç. Sahabët dhe shokët e tij hiç nuk e kanë ditë hiç. Ai çdo natë ka çu me thes mill fukarave u ka shpërndan me dinë. Kur e ka dhënë emanetin, ja kanë pa shpinën, e kanë hetu. E kanë hetu edhe fukaraja se ka ditë pika i ka ardhë milli. Nuk ja ka dhënë millin, po ja ka lënë te dera dhe ka hec. Vdiq Hazreti Alia u nal milli, s'po vjen te dera më. A më shpinën po. Edhe na e përmenim këtë akt që Allahu e ka ngrit Aliun radhiyallahu anhu me këtë vepër të sekretit të msheft që e ka bën dhe ka dhënë. Ka dhënë për Allah, ka bërë shumë punë. E ka qenë mbrojtës, ka qenë luftar, ka qenë khalife i muslimanëve, ka pas shumë privilegje, po një prej privilegjeve ka bën ibadet të msheft. Nuk ka sahabi që nuk ka bën ibadetet të mshefta. Nuk ka një prej selefit që s'ka bën ibadetet të mshefta. Pyetje për veti dhe për juve. Kush ka në ibadet? Në të bën pyetje vetit, që e bën veç për Allah dhe nuk e di kërkush. Banë në program të jetës tonë, banë në ibadet, që s'ka me ditë, se nëse e di dikush gjegët, veç Allahi edhe ti. Kjo është ibadeti dhe kënaqësia që kërkohet prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ky njeri, Aliu radiallahu anhu, përmenet një histori për shkak kësaj veprës madhështore. Prandaj Imam Taberiu kur e përmend tefsirin e këtij ajetit dhe me frigë në zemër e bën një të mirë khufjetan, khufja është msheft, khufja është mshefsi, e bën që nuk e sheh kurkush, veç një dikush e sheh, veç Allahu subhanahu wa taala. E bën me për ulje edhe e bën me frikë respekt tek Allahu subhanahu wa taala. Kemi përmend hadithin disa herë. Hadithi madhështor, hadithi i njohur, 7 grupe në hijen e Zotit. E prej 7 grupeve është ai i cili jep me dorën e djathtë dhe nuk e merr vesh dora majt. Pa ka mend dora. Kjo është më të mësu ty më të bëtë terbije mos me marr vesh dora majt. Po pjesa pak më lart tek këtij hadithi, 7 grupe në hijen e Allahit dhe një njeri i cili vetmohet me Allahun, veç ai edhe Allahu, i rreth loti dhe ban lutje tek Zoti. Është në hijen e Zotit ku s'ka me pas hije tjetër. 2 kategori, pi 7 kategorive ka lidhshmëri me ibadetin e veçantë sekret që ti edhe Allahu e din. Veç ti edhe Allahu e din. Edhe je hise e 7 kategorive të Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Muslimani çka fiton prej ibadeteve të mshefta? Pse duhet hoxh me bën? Çka të stimulon? Nuk ka mundësi me bën ibadet të msheft mos me pas besimin dhe shpresën në Zot. Imani tamam e çon njeriu me bën ibadete të mshefta dhe kjo është gradë e lartë e imanit. Kjo është ibadet gradë e lartë e imanit. Për shembull, rastin e 3 njerëzve që kanë hyrë në shpellë, që kanë hik pi zullumçarit, kanë hyrë në shpellë. Në suratul Kahf Allah e përmend. Hadithi është i gjatë, edhe në Kur'an, edhe hadith ka. Njani e ka nderu babën, print e vet, dhe nuk i ka dhënë evlatëve tamël deri në sabah. Rasti i njohur. I dyti ka pas mundësi me bë amoralitet, kur e ka zonë ngusht, nuk ka bë, ka pas frikë Allah, i ka thënë inni akhaf Allah rabbul alamin. 2. I treti e ka rujt pasurinë e manetit, punëtor ka qenë, me pasurinë atij ka fitu, do të thotë punëtoru kon kur u kthye e ka lyp hakin, ju ka shtu rroga, bereqeti atij dhe ja ka kthy kit pasurinë mbi lykën e dhënave me kit pasurinë. 3 punë, të tretë i kanë bërë për Allah. I thonë tawassul bisali al amal, ndërmjetësim nëpërmjet punëve të mira. Ishin në shpellë, Allah ja nxerri gurin, ja largoi gurin prej errësirës dolën dritë. Ama Allahu i përmeni këto 3 shembuj se këto ishin ibadetet që janë kon sekret. Që na mas mia viteve i përkujtojmë se për ne pas kanë bërë punë për Allah, Allah i pin dynjat ja u ka çelë rrugë, mos flasim për në ahiret. Prandaj muslimani me ibadetin e msheft e fiton e para ata që bajnë ibadetet mshefta kanë më kanë të shpëtuar në hijen e Zotit në ditën e Kiametit. Allah i nasip në boft. E dyta, magfiratun min Allah.
Njeriu i cili bën vepra për Allah, Allahu subhanahu wa taala e bën nga njerëzit që ka me shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Kush e thot këta? Këta thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allahu thot në Kur'an, ata të cilët innal ladhina yakhshawna rabbahum, ata që kishin frikë Allahun, bil ghaibi në fshetësi, kur ishin vetë kishin frikë Zotin. Se dikush e ka mundësi me bën një të keqe, po se bën sebeb njerëzve, nuk është frikë kjo. E ki një mundësi veç vetje. Ti dhe Allahi se bën, Allahi ashtu të rujt, edhe Allahu të shpërblen se ti nuk e bën edhe të keqen, në fshetësi kur nuk kur sheh kur kush, po të shef Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo është kategori e ibadetit, do të thotë në rrugën e Zotit. Bil gajbi, në fshetësi, lahum magfira. Allah i thot ata kanë falje. Do të thot, nëpërmjet ibadetit më sheft, Allahu na fal gjunohet, Allahu na fal. E treta, njeriu i cili i bën ibadet Zotit, më sheftas, pa e pa kurkush, e tregon sinqeritetin dhe dashnin me Zotin e madh. Për shembull, krijesat në dynjat kur dojnë, ai çka e don dikan ka çef jek mu taku. Apo? Edhe me pas çama afër. E takimi me Allahun është namazi, po. Takimi më i mirë me Allahun është në tretën pjesë të natës. Në 10 e fundit të Ramazanit, ku është edhe nata e Kadrit. Veçoje me Allahun. Pse? Është prej shenjave të sinqeritetit dhe besnikërisë me Allahun se ti je përballuar për Zotin. Kur e ke tregu për mallimin me Allahun, kur je çutin tret natës me lut Zotin e herë. Ama me pas një gjyq nesër, me dal në gjyq, 300 advokat, 300 ndërmjetësime i zem me ka vëlut dënimin e dynjas. Ama s'ke dal në takim me Allahun, në pjesën e tretë natës, mi thonë, o Zot, udhëzon, o Allah, falem, o Allah, banëm prej atyne që zemra më rënqethet për madhnin tane, syni më lëton për madhnin tane, o Allah, unë e jap mundin atë sa kam mundësi për ty, ja Rabbel Alamin. Prandaj, takimi me Allahun dhe ibadetet sekrete i japin njeriu një bereqet dhe është një dëshmi e sidqut, e sinqeritetit, besnikërisë se ti e don tamam Allahun subhanahu wa taala. Ibadetet e fshehta njeriu e mbrojnë edhe nga fatkeqësitë, nga të këqijat. Rasti me Hidrin a.s. dhe me Musain a.s. Murin, anijen e prishi, murin e drejtoj se kishte aty kenz, kishte pasuri, pse se baba i tyne ishte i mirë. Ama çka është sekreti kësaj? Ibadeti se Allahu i ka rujt çata për shkak mirësive dhe Hidria e ka bën këtë mirë për ta rujt. Për veprave tjera, Allahu subhanahu wa taala është një prej ibadeteve shumë të rëndësishëm, se Allah i trun për sy e fatësisë, për munafiklëkit. Bile disa prej ulemave kanë thonë është shirkul asghar, është shirk i vogël. Nëse njeriu e bën një punë, ham për Allah, ham për insan, është lloj shirku. Prandaj bamirësia ose veprat e mira që i bën njeriu në fshehtësi për Allahun e Madh, Allahu e ruan nga syefatësia ose munafiklëki. Edhe kush ka mundësi, ndërgjane, hadithi është në Bukhari. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi madhështor, që realisht kjo është kajmaki i kësaj çka e thash shkurt me peshë të madhe. Ka thonë, kush ka mundësi me bën një punë të mirë, të fshet. Nuk ka thonë haptas, të fshet. Pejgamberi sa ka thonë, le ta ban. Le ta ban, është sikur lloj urdhni, le ta ban, kush ka mundësi, do të më kriju mundësi për me bën një punë. Nëse don më dash Allahi, nëse don më të fal Allahi, nëse don të jesh besnik, nëse don Allahu më të largu prej të këqijave, nëse don Allahu më të shpërbly dhe ashtu me radhë. Edhe aktharu ajran wa a'zamu athara, dhe ndikimi më i madh i ibadetit nuk është në kallaballok, po është vetë ti me Allahun. Edhe shpërblimi më i madh është kur ti e bën për Allahun në vetmi. Edhe ajo që ka prej elementeve shumë të rëndësishëm është salahul qulub, është se Allahu nëpërmjet ibadetit veçantë që e bën për Zotin fshehu razi, Allahu ta shnosh zemrën. Edhe e fundit është prej veprave më të vështira për shejtanin. Se kur ti je ti me Allahin,
je koncentruar me Allahun dhe je lidh me Allahun. Edhe më shumë ti siklet, se duhet energji, duhet vetmim, duhet koncentrim, duhet këtë. Më shumë ti siklet shejtani t'i jep kush vetmimi, kur ti vetmohesh me Allahun dhe ban një ibadet. E kemi përmend në derset e kaluara, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ishte në shpellë. Me kanë ishte? Me Allahun ti. Ata djemë 3 ishin në shpellë, e lutën Allahun. Ibrahim a.s. Musa a.s. ishte në Bregdet, e luti Allahun. Prandaj ky koncept na jep neve prej shembujve se muslimani duhet me mu kon i kujdesshëm dhe m'ia bë obligim vetit. Ju që jeni të më dëgju tash, m'ia bë obligim vetit, prej sot ka me bën një program. Çfarë programi? Ka me bën një ibadet të më sheft, veç unë edhe Allah i shka e dina. Se sadakaja e msheft është më i mirë se sadakan që e shohin njerëzit. Thotë Allahu në Kur'an, edhe dhikri dhe duaja, dhikru rahmeti rabbik abdahu Zakaria, idh nada rabbahu nidaan khafija. Çka tha Zakaria a.s. kur bani lutje? Kishte nevojë qef me pas e vlad. Edhe hinin mihrab edhe luti Zotin. Por nuk ishte në kallabllok me xhamat, me thon hajde xhamat bani dua edhe për mua. Po i çoi dur dhe tha dhikru rahmeti rabbika abdahu Zakaria, kur Zakaria alayhis salami e përkujtoi Allahun, i bani dhikr dhe dua Zotit, idh nada e luti e thiri Zotin, nada është e thiri Allahun, rabbahu nidaan khafiya, me një lutje të msheft. Ama çka i tha? Ja Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. O Zakaria, rahat. Na do të përgëzojnë me një djalë, Yahya alayhis salam. Dhe Allahu e nderoi për shkak duas që e bani Zakaria alayhis salami. Mi ndihmu njerëzve fshahurazi është më mirë se haptazi. Edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e përfundojmë. Sa njerëz na kemi të smut. A hana iftarna, po. Atë ka shku me një herë me qunë e iftarë në spital, di kanë që ka se një fjeq. Sa njerëz na i kina në burg, po që kanë ba haram ata. Po ata kanë përgjësi për haramin e tëre. Atë ka shku me një herë me ja qunë e iftarë atë në burg muslimanve. Atë në gjuna qarë, kanë vjetë, kanë bo zullom, kanë bo. Atë ka shku me një herë me i gëzu ata. Vizita e të smurit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në kuptim të hadithit, kush qohet në sabah dhe e ban jetë me vizitu një të smut për hir të Zotit, Allahu azza wa jall i çon 70.000 melaçe dhe bëjnë lutje për atë njeri. 70.000 melaçe, jo një Allah, 70.000. Leje këtë punë të dunjas, dikush ka dhimbta të mëdha dhe shkon thuj selam aleikum vëlla. Allah i dashnet, ty ka më të ka përcy, Allah e shërus, i jep kurajo, i jep fjallë të mira, para me ndoje, me një gjest t'il, e ke bo një ibadet, ty, Allahu për qatë njeri. Allahu 70.000 melaçe i qënë dhe bojnë lutje për ty. Dhe një ashton 7 dhe aksham, nëse ti shkon dikun, ban dua për atë njeri, Allahu i qënë 70.000 melaçe dhe bojnë dua. Shefe, ne kemi shumë mundësi të mirave, nuk e kemi lloj të ibadeteve, 1 miliard lloje të ibadeteve kemi. Zgjedhën një, bani një punë të mirë, gëzoja Allahun, gëzoj melaçet, e gëzon shpirtin tanë, i gëzon smut, i gëzon fukaran, i gëzon muslimant, edhe mbi të gjithash je i gëzum edhe në dynjat edhe në ahiret. E lusë Allahun e madh, që neve dhe juve Allahut na mundson me rujt njëtin e kit ibadeteve Allahi para me uftja Rabbel Alamin. Allah na mundsof me bëj ibadet më sheftat që nuk na sheh kurkush pas madhnisë ti. E lusim Allahun Allah i ti pranon kit ibadetet tona. Na ban afdh dhe magfirat, na rinjall me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në ditën e kiametit. E kullu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.